Flasim vazhdim për nxënësit e shkollës fillore të Mesmetolit Pavarësia këtu në kryeqytet, të cilët po detyrohen që të paguajnë nga 2 euro për sigurimin e shkollës. Dokumenti cilin e ka siguruar Klangosova.tv, që është publikuar me datë 29 prill, nga ushtruesi i detyrës së drejtorit të kësaj shkolle, Halil Brahaj, thuhet se për sigurimin e shkollës nga data 2 maj, do të nisë zbatimi i masave të reja për sigurim fizik të ambientit të shkollës. Të përfshirë në këtë pagesë thuhet se janë parafilloret deri tek nxënësit e klasës së 9. Këtë pagesë ata kanë afat kohor që ta kryejnë prej 5 e deri me 12 maj të këtij viti. Ndërkaq prindi i një nxënësi në këtë shkollë i tha portalit Klangosova.tv se ka ndërmend që t'i largojë fëmijët nga kjo shkollë. Klangosova.tv ka kontaktuar dhe me drejtorin e kësaj shkolle, i cili tha se ky vendim ka ardhur unanimisht nga Këshilli i Prindërve dhe jo nga menaxhmenti i shkollës. Për sigurinë të gjithë qytetarëve në raste urgjente, të parët që u dalin